Policia e Elbasanit ka shpallur në kërkim dy autorët kryesor për vrasjen e biznesmenit Mondi Mahalla 2 ditë më parë. Në pranga është vënë shtetasi Gjino Ago, 32 vjeç, i dyshuar si bashkëpunëtor pasi i ka dhënë automjeti njërit prej autorëve, si dhe roja e karburantit kujtim pisha për moskallëzim të krimit. Gjithashtu janë identifikuar dhe dy autorët dhe shpallur në kërkim, Marcelo Arani dhe Armando Kola, ndërsa Naldi Gjini, i cili u shoqërua një ditë më parë në komisariat pasi ishte parë ditët e fundit duke qarkulluar me makinën që përdorën autorët për ekzekutimin e biznesmenit 43 vjeçar dhe është ende i shoqëruar pa flet arresti. Ndërkohë në kërkim është shpallur edhe një tjetër person i dyshuar si bashkëpunëtor në krim. Automjeti i përdorur nga autorët ishte në pronësi të subjektit të viktimës që jepte makina me qira. Ngjarja e rëndë u shënua mbrëmjen e së dielës kur biznesmeni Mondi Mahalla sapo kishte dalë nga zyrat në karburantin në pronësi të tij Xhaxhi Oil dhe ka hyrë në makinën tip Range Rover. Ai u qellua 3 herë me plumba pistolete, 2 prej të cilëve e kapën në kokë dhe i shkaktuan vdekjen e menjëhershme. Njëri nga autorët ka dalë nga makina tip Audi, është afruar dhe ka qelluar biznesmenin. Dy autorët u larguan më pas në drejtim të Librazhdit ku edhe dogjën automjetin në fshatin Mirak. Brenda mjetit që u gjet i djegur, u gjet edhe një pistolet Bareta e përdorur në krim. 43 vjeçari nuk ishte person i panjohur për policinë. Ai ishte me precedent për narkotik dhe armbajtje pa leje. Jetonte në Tiranë, në zonën e komunës së Parisit, ndërsa kishte shtrirë prej vitesh aktivitetin e tij të biznesit në qytetin e Elbasanit. Ai ishte pronar i karburantit Xhaxhi Oil, pranë të cilit u ekzekutua në atentatin mafios. Një shërbim i taksi El Taxi, të ngritur së fundmi si dhe deri para pak vitesh, posedonte një lokal të njohur në Elbasan, Hollywood Language Bar, aktualisht me aktivitet të pezulluar.